Kujtim Shelnishta është 52 vjeçari që banon në lagjen fermentim të qytetit të Shkodrës. 52 vjeçari prej disa vitesh trajtohet me kemp, ndërsa ankon se nuk ka marrë bonusin e pranverës, njësoj si rastet e kaluara. Jam në valët e rreth Shkodrës. Ka dhënë kryeministri për 8 anë, për invalidët e për 8 anë bonusin. Se fillon me 1 mars. Ne s'ne kanë dhënë ala. S'këna morë veç pak në mujtë. Bonusin e ka dhënë që ata si kanë ma pak 100.000, që ata si kanë ma shumë 50.000. Ju e keni marrë bonusin herët e kalume? Herën e kalume po. Ai tregon se ka kërkuar të mësojë arsyeën e kësaj vonese nga punonësit e postës, por ende nuk ka marrë asnjë përgjigje. Ne tash ne kanë dhënë. Shkoj te posta zvesim, unë s'dim gjë. Cilat janë vështërsitë këna vështërsinë tana kret. Se s'këna kur fartordhën. Edhe që të bonus që të si ka dhënë me najnal, atër për faqizez për ta. Kujtim Shelnishta kërkon më shumë mbështetje pasi nuk mund të përballoj kushtet e jetesës. Po që ata 100.000 lek si marrë, më shkojnë në laçet e tana. Me qa me përballu në Shqipni jetesën. Edhe bonusin si e ka dhënë, s'ne kanë dhënë ko. Kjo nuk është hera e parë që invalidët ankohen për shpërndarjen me vonesë të bonuseve, ndërkohë që pritet një reagim më i shpejt edhe nga ana e institucioneve.